Pas një pauze të shkurtër, qetësia politike në mashininë e veriut përfundoi. Rrethi i dytë po afrohet me hapa të shpejtë, ndërsa kandidatët që arritën të kalojnë në rrethin e parë të votuesve ende nuk janë rikthyer në skenën zgjedhore. Por heshtja nuk do të zgjasë shumë, nga sot nisi një valë e re aktivitetesh, një rikthim i kandidatëve në terren me takime, prezantime publike dhe përpjekje për t'i bindur qytetarët me platformën e tyre. Fushata zyrtarisht do të vazhdojë deri më 31 tetor, ndërsa më 1 nëntor vendi do të hyjë në heshtje zgjedhore. Kandidati për kryetar të qytetit të Shkupit nga radhët e VMRO DPMN-s, Orse Gjorgjevski, sot ka mbajtur një takim koordinues me shumicën e Këshillit në qytetin e Shkupit, i udhëhequr nga bartësi i listës, Dame Dimitriovski. Gjorgjevski tha se në qytetin e Shkupit kanë siguruar një shumicë të Këshillit stabile, ndërsa takimi me ta ishte konstruktiv dhe i drejtuar drejt hapave konkret pas marrjes së funksionit të qytetit. Shkupit nevojitet stabilitet dhe zgjidhje sistematike për problemet e grumbulluara, jo eksperimente, por plan, përgjegjësi dhe punë. Këshilli komunal do të jetë motori i këtyre ndryshimeve, i përqendruar në interesin e qytetarëve. Gjorgjevski theksoi se shumica do të udhëhiqet nga parimet, puna dhe përgjegjësia dhe çdo këshilltar do të ketë vendin dhe rolin e vet në zhvillimin e qytetit. Sipas tij, ribalancimi i parë i buxhetit do të fokusohet në rikthimin e funksionalitetit të qytetit, investime kapitale, përmirësimin e infrastrukturës, mjedis të pastër jetësor dhe stabilizimin e ndërmarrjeve publike, të cilat, siç tha ai, ndodhen në një kolaps serioz.